Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në takimin ton të në fundjavës në Weekend Lovers. Sot për të folur për një temë që e kam shumë për zemër, për hir të së vërtetës, për të folur për një prej llojeve të turizmit që është shumë interesant, shumë i veçantë dhe që në një farë mënyre po bëhet trend. Në një botë gjithnjë më të ndriçuar nga ekranet, nga dritat artificiale, ku shumë prej nesh e kanë harruar si duket një qiell i pastër me hyje, duket se ky trend i ri por rikthehet tek natyra dhe tek universi mbi ne. Astroturizmi është një formë udhëtimi që të çon larg ndotjes së dritës për të përjetuar magjinë e qiellit të natës, po tërheq gjithnjë më shumë njerëz në kërkim të qetësisë dhe përvojave autentike. Dhe sot në studio jemi me Lyto Alliun, është guid turistike dhe pa diskutim themeluesi i Star Campers Albania, i cili ka zgjedhur të sjellë një eksperiencë ndryshe në Shqipëri, por pa diskutim për të zbuluar se cilat janë ato zonat ku shihen më pas të ryjet në këtë Shqipërinë tonë të bukur, të vogël, por edhe të madhe. Do të flasim për gjatë këtyre minutave në studio. Jemi me Lyto, mirë se erdhe Lyto dhe faleminderit që gjete kohë një herë. Përshëndetje, është shumë kënaqësi, faleminderit. Jemi takuar bashkë në fillim të shkurtit? Në fillim të shkurtit dhe planifikuam këtë intervistë, nuk e di ku do jem gjatë gjithë kohës në lëvizje dhe sapo është kthyer nga Budapesti apo jo. Ishte një tur Prag-Vjen Budapest. Si shkoi? Ishte super mirë. Kishim mbi 60 veta tur dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Ndërkohë, do të ndalemi pak tek Star Campers Albania, që është pa diskutim një iniciativë shumë interesante dhe për më tepër tërheqëse. Astroturizmi një trend global që po rritet shumë dhe a mendoni se Shqipëria ka potencial që të bëhet një destinacion i tillë veçanërisht? Shiko, në përgjithësi, sikurse ishim duke folur pak më parë së bashku, domethënë njerëzit janë të lodhur pak nga gjërat e përditshme. Janë lodhur dhe nga i turizmi i përditshëm, le të themi, shkojmë në një vend. Ne kemi Korçën shumë bukur, njerëzit shkojnë në Korçë, konsumojnë diçka, shkojnë në jug, bëjnë deti dhe me radhë. Por kaq, le të themi. Ajo arsye që unë doja të bëja diçka më ndryshe ishte që t'ju ofroja një alternativë më shumë njerëzve, të bëjnë diçka jashtë atyre përditshmërisë. Kështu që unë mendoj që njerëzit janë shtuar, të cilët duan më shumë atë qetësim psikologjike, duan atë çlodhjen, larg atyre energjive, le të themi, të këqija gjatë javës, larg ndotjes së zhurmave akustike apo zhurmave të tjera, apo aq më tepër të ndotjes së dritës, le të themi. Kështu që kur vinë në natyrë bën njësh me natyrën dhe e shijojnë atë më shumë, le të themi. Sa ndikon kjo ndotja e dritës artificiale tek shihimi i një panorame në qiell? Shiko, kjo është më kryesore, le të themi, dhe kjo është një ndër arsyet se un kam shpesh oferta që më thonë që hajde bëj kampet në jug apo hajde bëj kampet buzdetit. Patjetër që për mua ose të josh në një farë mënyrë. Patjetër që të joshin, por un kam një target tjetër grupi dhe kam edhe një lloj drejtimi tjetër, i cili un dua t'ju ofroj atyre vërtet të eksperiencën e natyrës ku njerëzit vinë dhe ta shijojnë. Që do të thotë që kjo eksperiencë jetohet vetëm në zona larg ndodhjes së dritës, pra në male, pra në zona jashtë fare remote, ndonjëherë edhe pa ato shumë shërbime të bazike, le të themi, por që njerëzit aty e shijojnë atë gjë dhe aty u mbetet të ndërmend, le të themi, gjithë eksperjenca. Kështu që patjetër është shumë jorë se deti, patjetër janë shumë jorë se gjithë ato aktivitetet që janë në jug dhe buzdetit komplet nga veriu në jug, nuk dua të përmend vetëm jugun, por që unë mendoj që nëse dëshironi që ta shijoni si eksperiencë, kjo është ajo mundësia më e mirë për të shkuar në mal edhe larg ndotjes së dritës. A ka turistë të huaj që vinë posaçërisht për këtë lloj turizmi apo ende nuk është bërë kaq atraktiv, le të themi? Për momentin nuk njihet si gjë në Shqipëri, por që ne jemi përpjekur që nëpërmjet marketingit të ndryshëm, qoftë edhe nëpërmjet ngjarjeve të ndryshme që ne krijojmë nëpër rrjetet sociale, ata i shikojnë këto gjëra dhe tërhiqen nga këto gjëra dhe janë patjetër që ata më të parë, le të themi, që e thithin. Momentalisht jemi duke folur, besoj se punë ditësh del edhe website i ri dhe website-in kemi vendosur që të jetë vetëm në anglisht. Pra nuk do ketë asgjë shqip, patjetër me atë aplikacionin që Google që i bën translate, por që baza do të jetë vetëm anglisht në mënyrë që ne të drejtohemi kryesisht turistëve të huaj, të cilët ata tërhiqen më së shumti drejt kësaj gjëje. Okej. Është kjo formë turizmi që e preke pak më parë, një lloj le të themi mirëqenie mendore dhe shkëputje nga çfarë do lloj teknologjie përreth? Shiko, unë do t'i përgjigjem me një shembull konkret kësaj pyetje. Më kujtohet vitin e kaluar kur kemi patur ato netet e yjeve dhe më kujtohet se ishin gjithë njerëz të cilët kishin udhëtuar në shumë shtete të ndryshme të botës dhe vendi që ne kishim zgjedhur për kamping ishte shumë nice, shumë me muzikë, zjarri, me kitare, me verë, me ushqim në bar.
dhe pastaj s'kishim më shkuar akoma te yjet. Dhe momenti që shkuam rreth 100 metër larg atij vendi që u futëm në pyll që kisha menduar që deri pjesë e yjeve, të gjithë njerëzit ishin duke u shprehur që kur kemi qenë fëmijë të vegjël i shtriheshim kështu në tokë edhe shikonim në pjesën e hapësirës. Kështu që është një kthim, le të themi, në fëmijërinë tuaj. Ju kthen ato gjërat tuaja që keni kaluar, le të themi, më përpara kur kemi qenë fëmijë të vegjël, jemi rritur në fshat. Por ata që s'janë rritur në fshat, ata që janë rritur në qytet, por shkonin një fundjavë tek gjyshri në fshat, apo të shkonin diku tjetër në fshat dhe përjetonin atë ndjesinë e fshatit. Kështu që kjo është mënyra më e mirë, le të themi, që njerëzit bëhen njësh me natyrën, shtrihen aty dhe e shijojnë atë deri në fund, le të themi. Tani është se më rikthehet diçka nga fëmijëria. Dhe kur në shkollë mësonim gjitha këto yjet, Arusha e Madhe, Rruga e Qumshtit, dhe mbaj mend që arrinim të dallonim në bazë të asaj çfarë kishim lexuar, arrinim të dallonim me sy të lirë këto grupimet e këtyre yjeve. Sot a është e mundur? Është paksa e vështirë, por që jo e pamundur sepse ka zona specifike në Shqipëri ku nëse je në lartësinë e malit, le të themi, është shumë e dallueshme, le të themi, që Rruga e Qumshtit dhe normalisht edhe yjet e tjera, Arusha e Madhe, Arusha e Vogël, patjetër që shumë konstelacione të tjera të cilat njerëzit mund të dalojnë. Domethënë ne i kemi parë vërtet. Patjetër që po dhe mua më vjen mirë që realisht domethënë Shqipëria ka këtë potencial. Ka këtë potencial dhe patjetër që është një mundësi që ne duhet ta zhvillojmë momentalisht. Por jo ta shkatrojmë. Absolutisht, po, se këtu do doja të ndalesha dhe nga ajo çfarë po bëja një kërkim të shpejtë sa i përket astroturizmit. Vendet që më dilin ishin jashtëzakonisht të njohura, si Zelanda e Re apo Irlanda, Kili, por renditej edhe Shqipëria si një vend me potencial për shkak të natyrës, për shkak të Alpeve, për shkak të maleve, që janë vende, lokacione me shumë potencial për të zhvilluar këtë lloj turizmi. A do të kemi në të ardhmen një formë të strukturuar, le të themi, të kësaj natyre? Unë vetëm i druhem vetëm një frike në këtë gjë, sepse neve në Shqipëri na ka kapur to kohë që vetëm ndërto bujtin, dikur hapeshin bare, restorante, tani po hapen vetëm bujtina gjithandej. Unë jam shumë pro dhe ndërtimit të tyre, por me kriterë. Arsyeja që po e përmend të është sepse janë futur këto gjëra edhe në zonat e mbrojtura, sepse ne synojmë që të kapim zonat e mbrojtura, se zonat e mbrojtura janë ato më të pastra, le të themi, që larg lëndës së dritës. Ndaj është një mundësi shumë reale që kjo gjë të zhvillohet me kalimin e kohës, por realisht do t'i mshoja shumë faktit që duhen ruajtur patjetër zonat e mbrojtura në mënyrë që neve ta kemi këtë gjë edhe për afatgjat, edhe të shkojmë deri tek ajo që ju përmendët, dhe një lloj forme e strukturuar, le të themi, ku njerëzit mund ta shijojnë në mënyrën e dur, por që nëse neve shkojmë, patjetër që Shqipëria ka mundësi që shkojnë në drejt diçka që të strukturuar. Mendoj që ka akoma shumë probleme me pjesën e burimeve njerëzore që neve kemi atë gjë, dhe mënyra se si do çohet kjo gjë deri më tutje. Ndaj jam skeptike e gjëja, ndaj përpiqem që gjithmonë që me guidat e reja që bashkëpunojmë apo me njerëzit që bashkëpunojmë, që të ndërtojmë guidat e reja, të ndërtojmë njerëz të rinj të cilët do jenë me kalimin e kohës, le të themi, aty dhe për të shërbyer turistëve, dhe jo vetëm për një sezon, por gjatë gjithë vitit, 12 muaj të vitit. Nga eksperienca juaj, Luto, kush janë njerëzit që zgjedhin më shumë të këtë lloj turizmi? Unë jam shumë i kënaqur realisht me gjithë njerëzit që i kam takuar, nuk mund t'i them klientë, janë miqtë e mi tashmë të gjithë, ata kemi krijuar një komunitet, le të themi. Janë njerëz të cilët kanë udhëtuar në shumë shtete të ndryshme të botës, nga shqiptar, jemi më shumë janë shqiptar, dhe kanë udhëtuar në shumë shtete të ndryshme të botës dhe vinë aty për të parë gjëra, domethënë vinë për ta shijuar vërtet natyrën. Kështu që u jam shumë i njohës vërtet, sepse ndonjëherë dhe në një gjë ka qenë mangut apo jo, të gjithë kanë mirë kuptuar atë gjë dhe të gjithë kanë ardhur vetëm për ta shijuar atë gjë. Dhe bëjmë shaka shpesh me miqtë, them, nuk kam patur akoma asnjë review, le të themi, negative, apo qoftë edhe diçka që po sugjerime kam patur si mund bëhet diçka më ndryshe, por që njerëz të cilët të ikin të pakënaqur deri tani nuk kam patur realisht, sepse janë vinë njerëz që vinë vetëm për natyrën. Ajo gjëja çadra apo gjëja e kësaj natyre është thjesht një aksesor. E rregullon, e heq, e vendos, ndërsa ajo që ti vjen vërtet është natyra, le të themi. Kështu që jam shumë i gëzuar që këta njerëz, le të themi, vinë. Ka shumë njerëz të cilët vinë nga Spanja, kam patur, realisht, sepse ata njohin pak më shumë, është më e zhvilluar andej. Ata nuk presin kështu eventesh të caktuara, por marrin makina dhe ikin në mal. Ka nga Italia, të cilët në Itali njihen si ne dhe San Lorenzos, le të themi. Kështu që ka italianë të cilët po komplet Europa mesdhetare, le të themi, e njeh si gjë. Kroacia është shumë e zhvilluar në këtë gjë, madje
po shikoja një herë që komplet më bëri habi nga njëra anë që neve kishim bërë një super event dhe materialet nëpër kronika televizive ishin nga Kroacia, ndërkohë që ne kemi në Shqipëri gjën që po ndodh edhe gjën që neve po ndodhe është në Shqipëri dhe materialet ishin pra intervistat ishin nga Kroacia, ndërkohë që po të vish aty me njerëz shumë të cilët janë aty që vinë edhe e shijojnë këtë lloj natyre. Kështu që pra ne them që duhet drejtuar pak edhe pjesa e kamerave nga kjo gjë për ta ekspozuar le të themi, por jo për ta dëmtuar. Ndaj këtu dua të mshoj gjithmonë, dua ta theksoj gjithmonë këtë fjalim. Si e shohin turistët e huaj sot Shqipërinë? Ti je në kontakt të vazhdueshëm me turistë, qoftë individual, qoftë grupe. Shqipëria është një potencial zhvillimi, është duke u rritur çdo ditë më shumë, kanë shumë pritshmëri, kanë shumë mendime pozitive, por që patjetër që kanë ato zhgënjime të tyre në thojza, sepse ndonjëherë nuk i gjen gjërat sikurse ata kanë menduar më përpara. Është një treg i cili është në rritje, duhet vlerësuar kjo gjë, por që unë shpesh e përmend edhe pak më parë, domethënë arma jon më e fortë duhet të jenë burimet njerëzore. Nëse unë meqense ju e përmendët, unë sapo jam kthyer nga udhëtimi i Prag Vjen Budapest, dhe normalisht ky ishte diskutimi që ishim me gjithë grupin që ishim, që kudo që shkonim kishim fytyra të reja, mosha të reja të cilët ishin në shërbime, hoteleri, restorante, qoftë benzinata, qoftë edhe gjëra të tjera, pra në çdo gjë. Nësa kjo fatkeqësisht në Shqipëri nuk e kemi këtë gjë, ndaj në këtë mënyrë ne mund ta trashëgojmë turizmin dhe mund ta ruajmë atë. Një mikesha ime ishte në Vlorë javën e kaluar dhe më tha që kamarieri ishte i huaj dhe duhet të flisja anglisht me të që të porosisja. Shiko, unë jam shumë okay, mund të vinë të huaj tu, por kur një huaj nuk do të transmetoj atë gjën që neve kemi, atë gjën që neve kemi. Kështu që në sektoret kyçe, le të them në disa pika kyçe ne duhet të kemi të rinjt shqiptar. Qoftë duke krijuar programe të cilat i suportojnë këta, qoftë edhe që i bëjnë gjërat më të mira, le të themi, qoftë edhe që u shërben të dyja palëve dhe biznesit, edhe të rinjve, le të themi, që punojnë aty. Cilat janë ato vende që i surprizojnë më shumë turistët kur vinë, ato shtigjet që ndoshta i zbulojnë rishtas edhe ju rikthehen? Çfarë mund na tregosh në lidhje me këtë? Unë të kohët e fundit patjetër që bëj grupe të nga më ndryshme dhe nga ato kulturore dhe nga ato hiking, po turistët më të mirë unë i kam hiking. Le të themi, sepse ata janë ata që e duan më shumë dhe natyrën dhe vinë vërtet për të relaksuar dhe vinë vërtet për të shijuar dhe nuk presin një hotel me 5 yje, po presin një shtëpi atje në mal me një galaksi yjesh atje. Kështu që kjo është më interesante për ata. Peaks of Balkan për momentin është on top, le të themi, sepse kërkohet shumë nga shumë turistë. Kalimi Valbon Theth patjetër që është shumë i rëndësishëm. Neve jemi drejtuar shpesh tek pikat e Alpeve, të cilat janë shumë të bukur dhe nuk duhet të mohoj të pjesë. Kemi drejtuar zhvillimin tonë, le të themi, nga jugu, dhe jugu është shumë i bukur, por nuk do ta theksoja patjetër në këtë lloj pikë. Unë do ta theksoj që Lindja ka shumë male të bukura dhe ka shumë natyrë të bukur që fatkeqësisht nuk është promovuar, ka shumë histori. Është në hije. Mund të themi më në vlerësuar. Është në vlerësuar, le të themi. Madje, domethënë aty ka shumë mënyra që ti mund të bësh edhe kalime në cross border me Maqedoninë e Veriut, me Kosovën që ke, me Greqinë që ke pastaj në jug. Që janë projekte të përbashkëta të cilat mund të shfrytëzohen. Unë mendoj që dhe kur dërgoj këta lloj turistësh në këto vende, ata ngelen më të surprizuar, le të themi, patjetër që thash nuk du ta mohoj, Veriu është shumë i bukur, mua më pëlqen shumë, le të themi, por që duhen dërguar gjërat që të drejtohen, le të themi, që në mënyrë që edhe këto jugu apo Lindja të jetë më e zhvilluar, le të themi. Cilët turistë janë më të ndërgjegjshëm për të ruajtur aty ku shkelin? Mjedisi. Unë mendoj që përgjithsisht gjithë turistët. Të gjithë turistët janë të disiplinuar në këtë lloj gjëje, ata në pa disiplinuar ndonjëherë jemi neve. Ne jemi neve. Domethënë ky është debati se ne shqiptarët fatkeqësisht e kemi si gjë që kur shikojmë ato një grup me mbretullinë atje e hedhim dhe ne shishën atje se kështu e kanë hedhur të gjithë. Por që atyre ju bie në sy, nuk du t'i kufizoj gjithë se mos keq kuptohemi në këtë pjesë, patjetër që në Shqipëri është rritur dhe po rritet çdo ditë më shumë ndërgjegjësimi ndaj mbrojtjes së mjedisit, por që akoma nuk kemi në ato nivele që neve duhet ta mbrojmë mjedisin. Kështu që jashtë shtetit ka shumë njerëz të cilët vinë dhe për çdo gjë më të vogël që edhe për cigaren
qoftë për gjërat më bazike le të themi janë shumë të kujdesshëm çfarë do të gjë. Madje nuk ka ndodhur që edhe kur ikim hiking, ne herë marrim qese me vete dhe mbledhim edhe beturinat që janë në atë shteg. Dhe ky edukim duhet të nisë që tek fëmijët, që në familje, nëse nuk duam që në familje në kopësht me shkollat me të gjitha duhet. Dhe për fat të keq shikon ende fëmijë, edhe adoleshentë që hanë dhe hedhin diçka në rrugë. Jo vetëm në rrugë, por i shikojnë një herë tek dhe bëjmë debate dhe diskutime te koborri i shkollës, ndërkohë që aty janë ja 7-8 kosha dhe nuk shkojmë se me idenë që është pastruesja, pra ne nuk do të kemi këtë idenë që është pastruesja, apo do vi bashkia ta pastrojë, apo do vi institucione të tjera. Jo, jemi neve që do ta pastrojmë atë. Dhe në këtë pikë, çfarë mendon se duhet që të përmirësojmë më së shumti në Shqipëri në këtë botën e turizmit? Shërbimi për gjitha vite ka qenë shërbimi, por që mendoj që dhe trajnimi këtyre burimeve njerëzore, sikur se përmendëm, po qoftë trajnimi këtyre bizneseve. Domethënë ndonjëherë sepse me sa po shikoj në shumë vende po ndërtohet thjesht vëlla çetulla, por nuk e kanë akoma atë shpirtin e turizmit, le të themi. Domethënë e kanë atë duan të bëjnë biznes, por që nuk e kanë atë shpirt e turizmit, se turizmi ka shumë hallka. Pra nuk është si një hotel. Ku diun, domethënë në një hotel i madh që thjesht i bën dhomën, i pastron dhomën dhe kaq, e kupton, por ka ai hoteli ka ato gjërat e veta patjetër, por që unë mendoj që trajnimi i burimeve të reja, trajnimi i këtyre njësive akomoduese, bizneseve, trajnimi edhe i shoferave dhe i transportit, sepse me transportin jemi tmerrësisht shumë dobët, tmerrësisht shumë dobët, kap ankthi me pjesën e transportit. Futim pastaj rrugët, edhe gjërat që Shqipëria ka vërtet rrugë të mira, por që janë të ngushta, krijon shumë trafik, krijon shumë probleme dhe normalisht që kjo gjëja do krijojë stres pastaj me kalimin e kohës, kur nuk e di, në një shtet të caktuar ti mund të bësh me qindra kilometra dhe shkon nga një vend në vend tjetër. Nëse të kujtohet episodi i Dajtit me dëbor që ngelën bllokuar dhe trafiku nga Tirana. Dhe jo vetëm ajo u bë një herë, le të themi një herë apo dy, po mos fusim pastaj rrugën e Elbasanit, e cila është bërë makt më vete 12 muaj të vitit dhe fillon Lezhë pastaj tani në Verë. Kështu që tre pikat që neve kemi kryesore, le të themi që është pjesa e Lezhës, e cila është nyja hyrëse, le të themi, pjesa e Juglindjes, e rruga e Elbasanit që ajo është bërë makthi i gjithë shqiptarëve tashmë, por që normalisht edhe pjesa e Durrësit dhe këto tre rrugë për mua janë ato tre ankthe më të mëdha të cilat neve duhet i kalojmë. Dhe duhet nxituar pak më shumë. Prezantuese për çdo turist. Prandaj po i përmend, pra jo vetëm në jetën tonë të përditshme, por po flasim për turizëm dhe kur vjen këtu edhe ngel me orë të tëra në trafik, domethënë më ka ndodhur mua në Verë që jam nisur në orën 7 nga Tirana, kam arritur në Shkodër diku nga ora 12:30. Domethënë është nuk duhet t'i futem, do t'i vendos në një epitet, por që është një makt i vërtet për turizmin dhe në këtë mënyrë ne nuk e zhvillojmë turizmin, por përkundrazi japim një reklam shumë të keq atij. Po, e vërtet. Është vërtet që të huajt janë shumë më të vëmendshëm në çfarë do lloj destinacioni që shkojnë për të vizituar. Shumica e të huajve po, nëse po flasim për grup mosha të mbi 40 vjeç, po. Ata janë më të e dinë se ku po shkojnë, vinë me lapse me letër, i dinë gjërat, kanë lexuar dhe mos kanë lexuar, shikojnë diçka në moment aty, por përgjithsisht ata kanë lexuar dhe e dinë, janë të qartë ku po shkojnë, janë të qartë dhe çfarë ju ofrohet. Ne jemi shumë sipërfaqësor. Apo jo. Ne jemi shumë madje, më kujton. Më shumë se ç'duhet. Ne harrojmë pasaportën, kështu që na ndodh që shkojmë në Doganë s'kemi pasaportë, kështu që janë sa gjëra që ne nuk i bëjmë gati në kohën e dur, le të themi kështu që na duhet që të strukturohemi, të thellohemi pak më shumë, por që varet edhe nga ato dëshira që neve kemi për turizëm. Por nëse ne po ikim me një grup turizëm që kemi rënë dakord që unë do jem pjesë e këtij grupi, patjetër që ne do kemi çik informacion më shumë të lexojmë dhe të dimë më shumë rreth kësaj gjë. Por që nëse unë do ikim me makinën time personale, pastaj është diçka tjetër, pastaj iki ku ti dhe përfundoj, pastaj është aventurë më vete, aventurë më vete. Tani Marsi ka qenë plot me fenomena astronomike, muaji Mars. Kur janë fenomenet e radhës? Në 1 prill kemi tani është Pink Moon. Okej. Dhe pastaj është në maj është Flower Moon. Okej. Që lulet edhe. Tani, kur do të jenë këto organizimet e radhës me startupers? Shiko, neve i kemi fokusuar këtë vit do jenë muaj qershor, korrik gusht. 3 muaj do jemi të vendosur me evente. Eventet do jetë ndara
me evente që do jenë të mëdhaja, që do jenë me të rritur dhe të fëmijë, pra evente familjare dhe do jenë dhe evente vetëm me fëmijë. Pra Star Campers Albania dhe Star Campers Albania Kids. Kjo për fëmijë është vetëm këtë vit apo është organizuar edhe vitin e kaluar? Për fëmijët është viti i dytë. Është viti i dytë që organizojmë. Për fëmijët kemi vetëm një vend fiks, le të themi, e kemi në Darë të Korçës. Kështu që është në Darë të Korçës ku fëmijët vinë hapin çadra, mësojnë se si të hapin çadra, se si të flenë në çadër, pastaj mësojnë se si të bëjnë punë aty vërdall, bëjnë dhe darkën vet, konsumojnë diçka, një produkt, nuk po themi bëjmë darkën gjithë, por mësojnë se si bëhet ai petaniku. Por ditën tjetër në darkë pastaj është ndezja e zjarrit, ofrojmë pjesën e teleskopëve ku mund të shikojmë hapësirën. Të nesërmen mund të dërgojmë në stan që të shikojnë gjërat me ato banorët e zonës. Kemi menduar që këtë vit meqense do jetë 2 net, le të themi, ne kemi menduar që t'i grupojmë fëmijët në mënyrë që mos ju bëhet atyre i mërzitshëm, pra një natë do jenë në çadër dhe një pjesë në shtëpi, në shtëpi. Dhe natën tjetër do t'i kombinojmë. Ata që ishin në shtëpi mund të kalojnë në çadër, ata të çadrës kalojnë në shtëpi, por gjithmonë do varet nga dëshira e fëmijëve kjo gjë, dhe nuk duam ta vëmë një kështu must, le të themi këtë gjë. Ndërsa eventet për të rritur momentalisht jemi duke menduar vendet dhe jemi në një konfirmim, le të themi, prandaj nuk i kemi nxjerrë data dhe vendet fikse se ku do jemi, si do jemi, por që besoj që do jemi shumë më ndryshe se sa vitet e kaluara. Unë sapo kam porositur një teleskop të ri, kështu që ai është akoma më i bukur, le të themi, sepse kap komplet rrugën e Qumshit dhe është fiks për video dhe për reelsa, sepse kap komplet dhe gjë tjetër interesante e tjerë, sepse çdo gjë që do shikoni aty mund ta shikoni në laptop apo në telefon. Kështu që ne do ta bëjmë një lidhje direkte që në mënyrë që njerëzit mos kenë atë kohën që të vendosen syrin atje gjithkohës. Po, dhe ky do të jetë momenti vetëm kur do përdorin telefonat, besoj. Po, ky do jetë vetëm momenti vetëm, por që ne mund të bëjmë edhe një gjë tjetër që mund ta lidhim me një videoprojektor dhe mund ta lidhim me gjithë. Po videoprojektor prap nuk më pëlqen shumë, por që me telefon po do më pëlqen më shumë sepse ngjyrat janë më të bukura dhe më të theksuara dhe më të bukura dhe më të qarta. Kështu që mos lodhen aty, por patjetër që kjo do jetë diçka që do jetë duke u dhënë materiale dhe të gjithë njerëzve. Por që është gjithashtu shumë e mirë sepse kap edhe rrugën e Qumshit, kap edhe shumë fenomene të tjera. Kështu që është jemi duke përmirësuar shërbimet, do jemi duke shkuar drejt asaj gjëje të konsoliduar, le të themi, që neve ta kemi me gjatë gjithë kohës, le të themi. Por mua do më pëlqente që televizja, le të themi, nëpër Shqipëri akoma me kampe të ndryshme, me vende të ndryshme që t'i ofrojmë dhe turistëve një eksperiencë ndryshe, pra mos vi vetëm në një vend, por që të shijojë vende të ndryshme në natyrë, sigurisht se ju e përmendët, Shqipëria është një potencial i madh dhe kështu që patjetër, po, dhe e gjithë kjo eksperiencë kombinohet edhe me do e kombinojmë gjithmonë bukur sepse mund ta fusim në hiking. Me gjëra të tjera, po. Hiking, biking apo qoftë edhe në natyrë vetëm, kështu që ka mundësi nga më të ndryshmet. Tani, dua të bëj disa pyetje ku mund të më përgjigjesh shkurt, bukur, pastër, sepse pa diskutim që në një botë që flen në dritë artificiale, duket sikur kemi harruar të shohim lart. Një natë në yje, është luks, terapi apo thjesht turizëm? Terapi. Okej. A është e vërtet që mbi 80% e popullsisë botërore nuk e sheh më rrugën e Qumshtit për shkak të ndotjes? Është e vërtet, por Shqipëria ta ofron këtë mundësi që mund ta shikoni. Okej, kjo është fantastike. Cilat janë zonat në Shqipëri që ofrojnë qiellin më të pastër për vëzhgimin e yjeve? Komplet lindja e Shqipërisë është shumë e bukur, nga veriu, nga Alpet tona, duke zbritur pastaj më poshtë në Dibër, duke zbritur në Parkun e Shebenikut dhe duke shkuar në Presp. Le të themi është zona më fantastike që mund të shikohet rruga e Qumshit dhe fenomene të ndryshme astronomike. Okej. A kanë humbur njerëzit sot lidhjen me qiellin dhe pse? Fatkeqësisht po, e kanë humbur, por që momente këto evente i kanë nxitur ata që të kthehen mbrapa dhe të kujtojnë fëmijërinë e tyre dhe ta shijojnë më shumë atë. Apo e shkatrojmë natën me dritat artificiale? Fatkeqësisht po. Edhe kjo gjë çfarë mund të bëhet për këtë? E vetmja gjë që duhet bërë është që duhet të kujdesur me ato ndërtime, duhet patur më kujdes ku i ndërtojmë, si i ndërtojmë dhe ku i ndërtojmë. Dhe mënyra se si i vendosim këto gjëra. Kështu që duhet shmangur ndërtimet në zonat e mbrojtura, duhet të mbrohen vërtet zonat e mbrojtura, të jenë vërtet të mbrojtura dhe normalisht që edhe njerëzit, le të themi, me prerjet e pyjeve, me gjëra duhet të reduktohet dhe gjithë gjëja, mbeturinat dhe gjithë gjërat e natyrës. A është telefoni arsyeja pse nuk shohim më yjet? Mendoj që telefoni është një arsye që ne nuk shikojmë më yje, por që mendoj që është diçka dhe personale, pasi sa ti e i vendosur ta ndryshosh të gjë është diçka personale, le të themi, nëse ti do ta bësh apo nuk do ta bësh atë gjë.
A është më luksoze një natë në një hotel me 5 yje apo një natë në miliona yje? Në miliona yje, në pa diskutim. Është më luks. Pa diskutim. Kur vjen aty pastaj kthehesh në një botë tjetër dhe shijon pafund. A mund të ndryshoj mënyrën e të menduarit nëse kalon një natë të tillë në yje? Besoj që po, jam shumë i sigurt për të gjë. Ka ndikur me mua të parin, edhe Vërtet? besoj që ka ndikur edhe me shumë të tjerë të cilët kanë ardhur aty. Okej. Tani diçka për gjithë ata që janë duke na ndjekur edhe ndoshta që sapo dëgjuan këto organizimet që do të bëni në verë me familje, me fëmijë, me të rritur dhe vetëm me fëmijë. Çfarë duhet të kenë me vete? Çfarë duhet të kenë parasysh? Si fillim herë, neve gjitha këto materiale, gjitha informacionet ne do jemi duke publikuar në rrjetet tona sociale, në Star Campers Albania për eventet e mëdha, në Star Campers Albania Kids për fëmijët, por dhe në webin tonë në starcampers.al. Që aty janë të gjitha informacionet, të gjitha gjërat e duara. Por që për t'ju përmbajtur pyetjes direkte tuaja, është që normalisht para shkosa neve shkojmë në mal. Së parë një herë lexoni komplet programin kur e publikojmë. Okej. Kjo është gjë më e Po rëndësishme. të thash që jemi shumë si përfaqësor. Prandaj e përmenda të parën, pa shkuar tek çfarë do të jetë programi. Dhe kur neve themi në mal duhet marrim vërtet xhup në verë, duhet ta marrim vërtet, sepse na ka ndodhur që ftohen pastaj dhe neve e dim se si është mali, kështu që veshjet të ngrohta do ishte mirë që ato gjërat e tyre personale, le të themi sleeping bag apo qoftë dyshek mund ta kishin të tyre personal, në ofrojmë pjesën e çantrave, por që normalisht njerëzit do ishte mirë që ishin, nëse ata kanë çadrat e tyre do ishte akoma më mirë. Do i theksoja shumë që të heqin vëmendje nga ato hallet e ndryshme, problemet e ndryshme nga telefoni, por që normalisht edhe nëse kanë medikamente nuk do doja që ta neglizhojnë ato kohë dhe normalisht të marrin edhe një gjë që është kundër alergjisë. Sepse ndodh në një bar apo në një ambient që mund të ndikojë në këtë lloj gjëje, por normalisht që për mua është vetëm veshjet e ngrohtë. Po pati veshjet e ngrohtë, neve do ta shijojmë gjithë gjë, pastaj pjesën e ushqimit dhe gjërat e natyrës, nëse ata kanë diçka me vete, patjetër që mund ta marrin, por që ne normalisht jemi predispozuar që të organizojmë dhe barbecue të vogla aty në natyrë. Okej, super. Luto, ishte shumë kënaqësi që ishe në studio. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit juve. Dhe ju uroj shumë suksese, punë të mbar, cili do të jetë destinacioni i radhës. Romën kam këtë fundjavë, Toskanën fundjavën tjetër, kështu që jam sa bukur. Të urojmë shumë suksese dhe besoj do të kemi mundësi të takohemi sërish pas eksperiencës teleskopit të ri apo ja. Me shumë kënaqësi mirëpres të gjithëve. Dhe besoj do të jemi pjesë e një prej këtyre organizimeve. Ne do të bëjmë një shkputje dhe do të rikthehemi sërish në studio.